Fadil Tutulli është djali i Axhës së Mahir Tutullit, që rastis të jetë kryetari i gjykatës komerciale, bazuar në provat e siguruara nga tableti i djalit të Fadilit, në të cilin kishte të hapur llogarinë e tij të platformës Viber, rezulton se në ditën kritike të 29 korrikut, ai kishte telefonuar djalin e Axhës së tij, pra kryetarin e gjykatës komerciale, për t'i ndihmuar në rast. Në bisedën e siguruar nga betimi për drejtësi, rezulton se Mahir Tutulli ishte interesuar rreth emrit të hetuesit policor që po merrej me rastin, ndërsa Fadili kishte kërkuar ndikimin e Mahirit që zyrtarët policor t'i telefonojnë një person të cilit i referohen me emrin Zena. Fadil a erdhën. Fadil, çush e ka emrin vllai vet? BB. Okej, Fadil a u kry me polici? Policia është në shtëpi. O Fadil çush je? Fadil, çush e ka hetuesi emrin Çaj Hoti? Agron Hoti. Mahir Zena nuk e paska thirr halo këtë agronin. Që tash është ka e thirr se e kish përzime tjetër agron. Ndërsa disa minuta më pas, Fadili shpreh shqetësimin se zyrtarët policor janë duke shprehur dyshime nëse ka apo jo dhunë në familje. Po Mahir janë të mendu a është dhunë në familje apo jo.